Përshëndetje miq, jemi rikthyer me një futboll tjetër edhe çdo gjë e ka një fund. Kjo është ndeshja e fundit për Cristiano Ronaldo në një botëror. E ka thonë, e ka deklaru edhe nuk do ta kemi më Ronaldon në botërorin e ardhshëm, që është normalisht keq, është një legjendë e futbollit, pavarësisht nëse mendon apo s'mendon që është më i miri në botë i gjitha kohërave, këtë pranojnë e dinë që Ronaldo është legjendë e këtij sportit, ka dhënë shumë për këtë sport, na ka dhuruar momente shumë të mira. Andaj është fundi një epoke, me thonë shkurt. Portugalia ka luajtur kundër Spanjës edhe pa filluar ndeshja, o di që kjo ka me qenë një ndeshje e vështirë. Spanja është një kombëtar shumë e mirë, akoma nuk ka psu asnjë gol në këtë botëror. E kom ditë që ka me pas vështirë, kom ditë që ka mu kanë një ndeshje zhaguse, ka me shku zhag, edhe nuk ka mu kanë e lehtë për asnjë në palë. Portugalia e ka një lloj se di e të mete ose të mirë që në çdo ndeshje që jenë kundrejt çdo kombëtareje, gjithmonë adoptohet me një formë edhe asnjëherë nuk humb run, me thonë. Nuk po më kujtohet ndaj ndeshje, kohëve të fundit, paktën 10 vjet e fundit që përcjellë futboll që Portugalia ka humb keq. 2018 ka humb 1-0 kundër Uruguay, 2022 1-0 kundër Maroku, tash 1-0 kundër Spanjës. Gjithmonë do më thonë që të formë. Kjo nuk do më thonë që është kombëtare mirë, kjo do më thonë që thjesht u drejtu për një menaxheri që ka qenë më shumë defensive minded. Edhe kjo është çështja, si me Roberto Martinez, si me Dos Santos. Dos Santos u ka një çështu një mentalitet sikur Mourinho, disiplinë defensive, taktika improvizuese, nuk ka pas një lojë të mirë fillt, një lojë që krijon raste vet, po gjithmonë me raste improvizimi, ndoshta shkaku i super yjeve që i ka pas Portugalia. Ronaldo mbi gjitha ajo dihet, po edhe tash Roberto Martinez pak a shumë është e njëjta filozofi, vetëm pak më shumë posedim, për ndryshe nuk më ka pëlqyer as pak mentaliteti ose loja e këtij menaxheri që për mendimin tim nuk duhet ky me udhëheq me kombëtarën e Portugalisë ose asnjë kombëtare kaq të madhe me kaq shumë talent si Portugalia. Ndeshja ka fillu keq për Portugalinë, Spanja u kanë dominante, ka pas një mundësi tepër të mirë që Ruben Dias e zën komplet jashtë pozite, që Oyarzabal nuk e shënon, u kanë fillim ndeshjes në ka minuta 10 ose para minutës 10, për fatin e Portugalisë nuk e jep. Fillimi u kanë pak më dominun ka Spanja, pastaj ka fundi pjesës së parë ka nis Portugalia pak më marr komt. Megjithëse 0-0, ka pas pak aksion, nuk është që s'ka pas fare shansa. Spanja sa herë që ka pas topin, sidomos në sulm ka pas mundësi të mira, edhe apet muj me thonë që Diogo Costa vlerisht është lojtari i Portugalisë për këtë turne deri më tash, edhe ndoshta portieri më i mirë i komplet turneut i botrorit. Ka bërë do pritje tepër të mira, sidomos pjesën e parë ka deviju një goditje që njerëz dogot shumë, veç ai topu kanë të ingollu, kanë thujse top bin. Ka pas një lojë shumë të mirë gjatë këtë turneut, mundesh me thonë që ka qenë portier perfekt për Portugalinë. Pas kjo nuk ka qenë mjaftueshme për Portugalinë me vazhdu më tutje në botëror. Që do me thonë, dalim të pjesa tjetër. Mes fusha, sinqerisht Vitinha ka qenë shumë dopt, kreativiteti 0. Njëjt edhe Bruno Fernandes, shumë ka pas pasime të kota prej mes fushës që plot herë thjesht i kapish flokët edhe thush pse drejt që nuk jetu pasu për para. Ka plot vrapime pej Ronaldos, pej Pedro Netos, Joao Cancelo ky, Felix, ose ka pas mundësi krijimi diçka me rreziku, asnjëherë nuk kanë shku për mundësinë e rrezikimit, gjithmonë kanë shku për rastin me qenë të sigurt. Never risk, always safe. Kur shkojsh me këtë mentalitet ose me këtë mënyrë që me siguri ma marrëmendja që ka qenë në instruksion prej udhëzim prej trajnerit, edhe është shumë lojë zhgënjyse që shumica improvizim fat. Edhe mu kjo nuk më pëlqen, sidomos të i pas ta lojtar kreativ, këta super mesfush që s'ma marrëmendja që asnjë kombëtar ndoshta se ka këtë mesfush e ka pas me Portugalia. Nuno Mendes e ka pas një mundësi shumë të mirë, një taktik interesante për kornierit, edhe godit traverzën, u kanë mundësia maj mirë e Portugalisë, ndoshta gati krejt lojën, për fat keq nuk u fut. Apet, qysh tash, në pjesa 2 dukan ka fillu mirë për Portugalinë, pastaj e merr anën Spanja. Qendërmbrojtësi Veiga,
domethënë partneri Ruben Dias e ka pas një lojë shumë të mirë, edhe po duket një qendërmbrojtës sikur një rikrijim i Pepes, vetëm më pak agresiv, i fortë, i shpejt, ndërhyrje të fuqishme, pozicionim shumë i mirë. Lamine Yamal ka qenë totalisht i bllokuar gati këtë lojë. Vetëm një goditje ka pas pjesën e parë që nuk u kanë aq pozitë e mirë, me thon Diego Costa Let e ka prit, përndryshe Lamine Yamal u kanë totalisht i bllokuar prej mbrojtjes së Portugalisë. Joao Felix për menimin tim ka pas një lojë të mirë edhe mirë që ka nis para Rafael Leao. Unë e kisha vazhdu deri në fund. Rafael Leao shumë u kanë zhgënjim. Sa herë ka pas topin, edhe ky u mundu me driblu sa herë u mundu me qit një top totalisht katastrofë. Që du me dalë të pjesa tjetër. Te Ronaldo. Tash mundi me thonë pse Ronaldo s'ka bë më shumë e kne. A kish mujt me bë më shumë? Do shta kish mujt, i ka pas në 2 goditje totale, nëse s'gaboj më shumë s'ka pas. Po nuk mundesh me mu faktin që Portugalia thjesht nuk ka kriju raste. Nëse e ki përqel lojën me Kroacin, pe kujt u zëvendësu Ronaldo, ka qenë Gonçalo Ramos, sulm, mundesh me pa që është e njëjta. Kur gjë s'ka pas, çka me bë Gonçalo Ramos përpos një krosimit Rafael Leao që e ban ç'është duhet. Në këtë lojë, Bruno Fernandes, sinqerisht nuk e di çka ka ndodhur me këtë person. Sa herë ka pas një krosim, gjithmonë ka qenë i gabun. Ose shumë i fort, ose shumë i dopt. Asnjëherë nuk e ka pas një krosim që duhet me thonë që për një lojtar si Bruno Fernandes që njihet për asista. Ka ana tjetër, Rafael Leao, katastrof, asnjëherë një krosim i duhur, ndoshta po mundona me nxerr Ronaldo me një formë, ama ç'kjo realiteti nuk ka kriju, thjesht Portugalia s'ka pas çysh me dhën gol, kur s'krijon kur gjë. Jo vetëm për Ronaldon, po për as edhe një lojtar. Ka pas plot raste kur edhe Ronaldo, edhe disa tjerë qyshtash kanë pas vrapime të mira, pozicionim të mirë, që vetë mundi me gjetë screenshota, edhe me sfusha gjithmonë shkon për vendimin e sigurt. Kthem rapa. Ka fundi kur ka dhënë gol Spanja, që tash duhet me përmend edhe golën e Spanjës, që e jep fund minutën e 90 Merino. Apet është e njëjta si kur në fillim të lojës kur Ruben Dias zihet komplet jashtë pozite. Thujse e njëjta formë, Ruben Dias është shumë përpara, Vega edhe Nelson Semedo nëse s'gaboj e majnë pozicion Merinon, pasimi i qartë, Merino e godet let edhe këtu Diogo Costa nuk mundesh me fajsu se për menimin tem asnjë portier nuk kish mujt me prit ato, kanë rast tepër i mirë që vështirë në lojtar që e kish shumë. Edhe shënon për 1-0. I njëjti gabim për Ruben Dias, përndryshe Ruben Dias e ka pas një lojë të mirë, përpos me 2 gabimov, që njëra u kon fatal, që e çon jashtë Portugalin, mbrojtja nuk u kon keq, ama apet sa herë Spanja ka pas topin gjithu dok pak, u kon pak ka ditë çka me bë me posedim, mula me thon, përndryshe Portugalia 0 ide, 0 kreativitet. Pasoi në alte poshtë, që tash deshta me dalte kur Spanja jep gol. Edhe i ki 6 minuta shtes, që je all out attack. Ka minuta 94, kur nuk ka qenë Vitinha, ka qenë dikush tjetër. Bernardo Silva ndoket e merr topin. Vend se me pasu përpara, apet shkon e kthen mrapa, që sinqerisht shiqyr që më nuk ka me përcjell Portugalin. Është kaq futboll i mirë, i varfër, ta kup barkin. Tan ato opsione për para. Thjesht ti nuk ki çka me bën opsion tjetër, ti nuk ke do fitu, as nuk ke do barazu, pa çore ki me provu. Nuk kanë bole. Shkurt e shqip, nuk kanë pas bole. Nuk kanë pas koçe me bë dikush me marr një rrezik. Ky është ndoshta mënyra ç'ish mundsh me përshkruaj më së miri ti që Portugalin kupën botërore 2026. Unë personalisht e kum përcjell Portugalin shkaku i Ronaldos, jam fan i tij, kum pas shef çaj me fitu, po dihet që është shumë e vështirë. E kum ditë që është thujse e pamundshme me këtë filozofi të lojës. Kreativiteti ka qenë 0, u kanë apet po tham sikur ta kish udhëheq këtë skuadër Ole Gunnar Solskjaer, kur e ka udhëheq Manchester United. Komplet improvizim, krosime pa men, ato krosime që e kanë pas mundësi të mira nuk kanë ditë mi krosu që duhet. Përpos krosimit fund krejt që Bruno Fernandes jep Bernardo Silva që e dërgon për mi port, edhe përfundon loja. Spanja e ka meritu. Ka kriju raste më të mira, ka diçka të bë me top, edhe mbrojtjen e ka pas të mirë. Ama apet plot raste ka ku ka pas një vrap i Ronaldos ose pi dikujt, ku thjesht pasoja. Rafael Leao e ka pas një mundësi tillë, Ronaldo e bën një vrap, Rafael Leao shka ban munot mi dërblu 3 veta. Edhe Rafael Leao për menimin tem
shumë performancë paraqitje dobët këtë botëror. E ka pas një asist te Gonçalo Ramos, ama sinqerisht nuk unë se kisha zëvendësu për Joao Felix. Joao Felix ka dhuru shumë ma shumë këtë lojë, ka driblu, ka ditë mu kombinu, u kanë për menimin tem lojtar që ka dhënë ma shumë. Rafa Leao përpos që driblojke, që kish mujt me pas një moment, a vëdhin Maradona style, mi kalu 3-4 veta me dhën gol, aj kur gjo nuk i mujt me prit për ti. E njëjtë është edhe pe Pedro Netos, fillim Pedro Neton e kisha kuptu pse e ka njës Pedro Neton për menimin tem s'ka lujt ta qkeq kundër Kroacis, ama nuk e kisha lënë atë gjatë sa e kish lënë aj. Nëse pjesën e parë s'kish bosen, unë pjesën e dytë në ashtave që kisha vendos Conceição për ndryshe Allah u konë mirë, nuk ka pas shka me bo ma shumë. Jamal u konë i qetë që shtash, thuj se sens ka bo gjatë këtë lojës. Tjetër lojtar që ka javlin mu përmenu se diçka, nuk po diçka me thonë. Apet u konë i 0-0, muna me thonë për post golit final. Pak i mërziqëm, po një ko jo dha që i mërziqëm. Kanë qenë do duele interesante, po shumë ma shumë ki mujt me pripe Portugalizme. Tanë ky talent, edhe me 10 lojtarë kishe mujt që me kriju diçka. Roberto Martinez për minimin tam kur nuk duhet me të udhëheq ma një kombëtare kaq të madhe si Portugalia. A e kisha dhon Kosovës? Nashta dhe a kisha dhon. A dhe nashta kish bane mrekullime një kombëtare ma dopt, po me lojtar t'il, me shfrytzu tan këtë talent, mos me dit me shfrytzu në fakt, është krim. Është keq që s'kina me po më Ronaldon, s'ki që avan, që kjo është futbolli. Besoj që i kum përmbledh paka shumë keq lojen, nuk po më kujtohet në rast tjetër diçka që ka pas, ama është diqysh irritim, sidomos ato raste kur e kanë kap topin edhe thjesht pasojshin mrapa ose i bashin do pasimet kota, a vedin thjesht sa me bo pasime me shtu statistika ose posedim. Edhe posedimi nuk e ka pas ma shumë se Spania, nëse s'ka bëj ka qenë 45-55 për Spania normalisht. Ndoshta Spania si mungon një nanç tradicional që nuk mu ka dok e ka dhënë e kush këtë përshtypje nuk ma ka dhënë. A mundet me shku Spania në finale? Po mundet, ama apet për venimin të Franca deri tash doket kombëtarja ma e pathyeshme prej krejtve. Ka rritme në poshtë Paraguay që është një ekip low block që shithojnë, ka rritme në poshtë 3-0 këtë Suedinës e zgaboj, ka sulm të për të mirë. Argentina mush me thonë që është shumë mirë, ama apet Cape Verde është gati e ka të shu dhe në fund, që edhe për Argentinën mund është me thonë tash do vendime dyshimta periferit e nejse, po Norvegjia e ka mujt Brazilin që kjo është një befasi shumë interesante. Haaland me qato 2 golla e ka qa, sidomos gollet 2 të kanë për krejt fonzët e futbol lema për Brazilin, nuk kanë dishushe pa pritne. Ka tjetër, botëror shumë argëtus, mbi gjitha botëror shumë argëtus, apet unë kisha preferu me nejt me formatin 32 ekipe, jo 48, nuk po m'pëlqen që u zgjeru, pja hup, unë apet kisha qëndru me faktin që hup cilësin, ma pak loj, ma shumë cilësi, qëta e preferoj, jo ma shumë loj, jo me shku me formatin si Champions League, e urrej formatin e ri Champions Leagues, edhe që të format 3, me gjithë se nuk është një atëshëranje për minimin tem, si kur formati Championsit, apet bendoj që është një ramje, po gjithsesi është një moment, një botëror shumë argëtus. Anglia ka pas një ndeshje shumë të mirë kundër Meksikës, Bellingham, Harry Kane, tu shëndrit për kombëtarën e tyre, 3-2 ka një ndeshje interesante. Anglia po doget mirë, ama apet nuk ma mush synin Anglia që mund me shku në finale e me fitu. Qka muj me parashiku? Muj me parashiku një finale apet France-Argentin, po kësaj rodhe kisha thonë që Franca e merë. Ka që ishte, për mu Ronaldo është GOAT, për mu është një frymëzim, një inspirim, nuk është njeri perfekt, ama është një atlet perfekt. Nëse disciplina do t'ishte person, ai do t'ishte Cristiano Ronaldo. Shumica njerëzve nëse unë personalisht nëse kisha pas vetëm gjysmën e disiplinës Cristiano Ronaldo, jam shumë i sigurt që ndoshta gjitha ëndrat e mia i kisha arrit në jetë. Andaj për çto për menimin tim ja vlen mu inspiru prej tij ose me marr si një idol. Apet nuk është njëri perfekt, asnjë person nuk është perfekt, po për një atlet unë besoj që ai është aq afër sa mund me shku dikush një njeri normal. Fundi botërori për ta, tash presim çka ndodh ndeshje tjera, akoma ka shumë ndeshje argëtuese që mezi po pres mi pa. Me siguri që ka me bo në futbum për ato loj. Çka pritet tjetër për futbumit, Manchester United pas botërorit mbetet më pa çka kanë me bo me transfera. Michael Carrick është trajner mbetet për këtë sezon. Nuk
pres nëjsen shumë për Manchesterit, me thonë drejtën, apet jam mendimi që është në atë ciklin, ndro menager, hajde një menager i ri, sidomos kur janë menager ish lojtare, ka një farë shtyrje, e ka një favor prej bordit, tani shkon të ra, tani apet ndrohet, vjen një menager, unë akoma mendoj që janë qatë cikl, nuk, për mendimin tem sezoni arshëm nuk ka më konë sezoni mirë, shpresojmë gjithmonë për mirë, jemi tu i pas do Mbappe, Haaland, Harry Kane që janë tu e qa, edhe Messi, nuk mujna me mohu Messi me 7 golla, është një botëror shumë interesant. Kush mendon ti që ka me fitu? Çka mendon për këtë botëror? Çka mendon për Cristiano Ronaldo në botërorin e tij të fundit? The GOAT largohet, eliminohet nga botërori dhe presim se ç'do të ndodhë në ndeshjet e ardhshme. Kaq ishte Lomotitja për sot, atë ka pëlqyer ky episod, futeni like, subscribe, edhe miq, faleminderit që keni qenë që më dëgjoni. Shihemi herën tjetër. Kaloni bukur.